Njone ta kish pas një gru të bukur, forte, mire, meqme, tha po në plesh një ti des gruja. E merr një tjetër, tha po me këto smuj ke më morë veshke, as se pashme, as se meqme. Një ditë predish i shkon bletor se kur dhe e nazme, edhe i vjen ani kur bleta lëshon. Tash gruja e shet ato të njeri thot pas ka lëshu bleta, një dhe thot mirë boll, thot po çfarë konge me i knu, thot po ta kallzoj qëtë kon. Kënë e thot bletë mori blet, mirë për burrin tem shka e ka gjet. Far gru e ka pos me çfar gru ka met. Burre grut Jezercit e kishin një djal. Ju smuhë djali, ne gruja ju tek burri të ti njëri, tha, është pra thani hoq të ofër, tha. Mirë, bolle e morën djalin, shkun të hoxha, kur shkun të hoxha, kjo zoja e more që ti mbrend djalin, hoxha po i fryke. Po ka i fryke hoxha, kjo shkone bukur shumë, po shkojnë të allazat, burri shkone Jezercit, gjelos, tha ga hoq, tha. Qërë tha, fri djali, tha se gru si frijone. Plake qilë dritarën, thët, djallë hetët, po gabëm i dhonë peleve ujnë shirë. Thët se këthehen ka tonë mo. Në paskanani të mësafirë, që. Zotëri jenë që ka morë materiale veresi për pleta. Po mjallë ta Hajde, se s'njerë. Hajde mirë se ardë mërë bura. Hajde, Unë të forë si ku po heq. Ti që ke shi, që ke morë material për blet, veresi, a shet mjallë veresi? Jo, veresi mjallë të nuk shitet, as nuk falet. Po doshta me dvetë. Te jo, bleta kur lëshon, a e kona i farkonga? Se unë e dini kongë për to që i knujnë. Hajde kryoj që shë ditë. Njone ta kish pos një gru të bukur, forte, mire, meqme, tha po në plesh një ti des gruja. E merr një tjetër, tha po me këto smuj ke më morë veshke, as se pashme, as se meqme. Një ditë predish i shkon bletor se kur dhe e nazme. Pas ka një të por për blet kë. Edhe i vjen ani kur bleta lëshon. Dhe më thonë në shtu, a? Po shtu. Tash gruja e shet ato të njeri, thot pas ka lëshu bleta, një dhe thot mirë boll. Thot po çfarë konge me i knu, thot po ta kallzoj qëtë kongë, thot. Kënë e thot bletë mori blet, mirë për burrin tem shka e ka gjet. Far gru e ka pos me çfar gru ka met. Ti do me thonë. Unë të dojt jam flas liru shumë se Ti në pjezerë, si do me thonë. Po, kanë thonë, kur e kanë vetë atë Hajde një plakun, mazik me i nase. kush është më i barë se plumbi barë, ka thonë veç nipi nërdoj. Ti do me thonë një në pjezerë, si ta po. Po, Me profesion? me profesion ekonomist. Po Ekonomist. pasion e kam, domethënë, trashëgimin tonë gojore që e kena, domethënë, për shtatë për shif është jashtëzakonisht e bukur. E qa po na thu diçka, basa Osman që shie, a i mirë. Profesor ka orë pej pu është i ka maru vjell një zërës dhe tash që të në Tash jena me bisedu. Bash vendasi imi tash. Do me thonë ti prej Ferizonit e kelon Ferizonit me arë një zërës, po na pe pysëm diçka nipin, qa po na kallëzën diçka, një anekdot për Jezercin. Jezerci o të Jezerci- Për rinin që po shpërngullet. Për Jezercin dy atëhere. Okej. Një e para punës, domethënë, është karakteristike e Jezercit, domethënë, mikpritja. Prandaj me që keni orë këtu si musafirë dhe këta si janë zotë shtëpie fillimisht këta teleshiku se ju po i përshëndes me një përshëndetje anekdotike të malësisë madhe për mikpritjen. Atje kur shkon musafiri zoti i shtëpisë e ngrej dollinë dhe i thot: "Mirë të shkelt koma, mirë të fol goja, sa kofsh ernosh. Ti që erdhen këtë ditë lumen, këtë ditë gëzume me jeshu këtë vend e këtë kuven." Musafiri në shenjë respekti për zotin e shtëpisë e ngrej dollinë dhe i thot: "Armiku kësaj shtëpie koftë për të ditit zi. Me një kasoll me kosh si mbrana si jashtë, e këto fjoli kopshin, si balta gardit, si larushku, dushku, si sa mori mushkut, si vena bardakut, si mjolti mustakut, i bof mirë stomokut e i rrit një ratë zotit konokut." Nipi ta e shërvejnë. Edhe e dyta është për keqardhë që gjitha fshatrat në Kosovë në përgjithësi, pse edhe prej nga Vijoni, fshati Ravis, i Ferizajt, edhe unë edhe vetë jem shpërngul, dhe më thonë janë shpërngul jashtëzakonisht shumë. Dhe më thonë kjo tendenca sidomos mas luftën ndoshta i ka arsyet e veta, sepse një pjesë e madhe e fshatrave janë ndjek gjatë luftës edhe e kanë qenë të detyruar më lehtë me me banimin e Ferizajt. Po ndoshta edhe pse qyteti ofron mundësi më të mëdha, po unë e tham për keqardhë sepse është gjëna këto bukuri natyrore, me i lënë pa banor, fatmirësisht një pjesë shumë e madhe tash po kthehen për gjëra tjera kanë bërë villa, disa Amo po kthehen veç për një periudhë dhe për do pushime. Për afat shkurt. Po unë kisha komentu këto vetëm përmes një anekdote. Mos me fol shumë. Një plak i Jezercit punonte me kali Rabaxhi. Rabaxhi kanë qenë këtu në herë që kanë bojt mall me pagesë. Një ditë smuhet plaku,
ishte i smut, kishtë rani, kërë smuj keme shku, djallit për i dhimbe, thot o bab. Thot rrit thot tisës për shkajone, thot. Sa i bënte, ishte Rabagji, i kishte 2 pela, me pela. Po i thot, s'de bre djallit, i thot baba, jo bre bab, thot, ta kemi të shku regullisht bashkë, thot, e di, thot, dalëm, thot, e stacioni trenit, atë nalim, kush ka nevoj, dhe më thonë, godite me te. Mirë, thot, djalem, thot, në gjithi pelat edhe shka. Mur djalli, i në gjithi pelat, pak pa unis, plake qilë dritarën, thot, djalë hedhët. Po gabëm jo dhonë pelave ujnë shirë. Thot se s'kthehen ka tonë ma. E ti po thu që... Unë po thonë që aj që ka pi ujnë e shirit, o problemu kësim ka tonë tani. Pse mëre kështu, ti vetë të thu bukurin natyrore, po pse, unë po du me të pyet diçka, pse po menën që po pritoj njerës më mirë me fshat? Jo, unë menoj që... Se ka shumë punë edhe këto më nësh më mirë me blegtori, me bujqësi. Unë menoj që po flasë për përvojës tema shumë prej ati fshatit të Ravi, sepse nuk janë njëfë shumë specifikat e Jezerësit dhe i kena po kështë në përgjësi se në gjithë fshat si fenomen, janë edhe unë vetë kam lëviz për fshatit Ravi të Ferizaj, sepse me di që qyteti ofron më shumë mundësi. E pas ke pi ujnë. Po, e kem pi ujnë e shet, edhe s'ka mujt mu këthima. Por, që ta shti mas lufte, do të më thonë njëkosisht me po edhe gjonat bukra, që institucionet tona dhe më thonë kanë bëjë jashtëzakonisht shumë për fshatra, jo kanë kriju infrastrukturën, rrugët, ujin, kanalizimin, ndryshimin, dhe më thonë i kanë trotuarat, i kanë shkollat, i kanë ambulantat. Realisht janë kriju kushte optimale, mendoj që me u kthy në fshat edhe me jetu. Një pjesë shumë e madhe përveç profesionit tyne që i kanë që i ushtrojnë nëpër qytete, e kanë një mundësi të mirë me u marrë edhe si punë dytësore, për shembull siç është Dajanaz me profesor Osmani që kanë edhe blet, ose profesionet të ndryshme që fshatit jep jashtëzakonisht mundësi. Për shembull, këto na e kemi një tokë që ka beku Zoti, që jep fryte jashtëzakonisht të mira dhe të shëndetshme. Të gjitha këto perime, domethënë, e pemt mundesh me i marrë në fshat pa problem. Mundesh me i kultivu vetë. Edhe me pas një punë, domethënë, të rregullt në qytet, edhe një diçka punë dytësore që mundesh edhe janë bio, janë të shëndetshme, edhe i merr vetë. Edhe e ka një knarsi tjerë zakonshme kur e merr në bashkë e nuk vetë aty. Normal, ajo s'diskutohet. Ose për shembull ndonjëherë mu tranu me thirr dojna, prosona aty mi aprini punë katuni. Anipatas. Po shkoja. Shokte. Ma mendon ti që janë harru pa këto edhe s'po dojnë rinia, sidomos nuk po dojnë më mirë me fshatra. Unë menoj që unë jam optimist në këtë drejtim. Edhe në fushën time, në vëndarin time që kam si pasion anekdotën, gjeneratat e reja dhe më thonë tash e pëlqejnë kogja shumë, e dojnë. Shotin. Jo, për anekdotën që po e lidhë dhe me fshat. Ato çka është tradicionale. Dhe më thonë, menjëherë mas lufte ka qenë një tendencë shumë e madhe mas asojna çka është moderne. Ne zut ikim modernës, sepse duhet të ecim me popull tjerë. Njëkohësisht, po gjithmonë pa e harru ato, dhe më thonë që është e jona. Sepse nëse dojmë me ditë kush jemi ne, do të kthejmë kokën prapa me po kush kemi qenë dje. Edhe kështu shumë më letë, besoj që pajtu edhe profesori, e gjejmë rrugën se si do të shkojmë më tutje. Fshatit unë menoj që unë kam plot shembuj që kanë filluar jenë kthy prap të qytetit. Me jetu në fshat, domethënë, po kam edhe plot që jetojnë në qytet dhe merren domethënë me kultivimin e bimëve të ndryshme në fshat. Unë si profesionist i fushës në industrinë e sigurimeve, kam dhënë disa rekomandime aty ku mund shkon zoni, që institucionet tona duhet të bëjnë më tepër, që të japin policin e sigurimit, domethënë atyne që kultivojnë disa bimë që janë kogja të rrezikuar për faktorit domethënë të jashtëm, jo faktorit të ri, dhe ajo kishte më dhënë një garancion që ata me i kultivu ato, sepse realisht është problemu morë me kultivu një diçka nëse nuk është fitim prurse. Se i përket ato për nevoja tua ti edhe mund të merresh. Domethënë nuk e këshyre se apo të kushton as po të kushton. Se ka raste nësa diçka që kultivon vet kushton më shumë se me dalën blen treg në pazar. Po domethënë ti edhe pse ka një kost të shtesë, është e përballueshme për një familje, por ti nuk mund të kultivosh diçka, domethënë që ka kost të shtesë që ty të vjen me shtu. Prandaj në këtë drejtim mendoj që institucionet tona duhet domethënë të hedhin në terren profesionistat fushës, ti nxjerrin këto problematika, domethënë ti rumbursojnë prej buxheteve, edhe kështu kish më zhvillu domethënë më tepër edhe fshati. E ti po thu që ka dhe asi që janë kthy në fshat, prej qytetit në fshat. Po ka dhe. E qa mendon që i ka bë mu lodh prej sheherit? Çka i ka lodh? Realisht domethënë këto zona urbane pa diskutim se nuk ta jep këtë kënaqësinë që ta jep zona ku jemi na tani këtu. Këto qetësinë, këto ajrin e pastër, këto qërimin e bilbylave nuk mund e gjejnë domethënë në Ferizajn tim dashur, ku në qatë shumë ka ndërtime, so që ti mundesh me janë rrugë kanalat, ku i shisnë atona.
kjo nuk ta jep atë lodhjen, domethënë edhe psiqike, që i ka bo ata me shku muni rahat edhe qetë në fshat. Prandaj unë i rekomandoj, i inkurajoj, e them edhe pse kam dol vetë në Ferizaj, e kam shtëpi në Borin tem, domethënë që nuk bëva kja me shku 3-4 ditë pa shku. Edhe mendoj në një tardhme të afër, domethënë të kthehem domethënë ta bëj gjuhën. Qetë mirë rahat në fshat. Jezersi ka mbet shumë vend i braktisën ashtu. Tashti me bo më smu dikush, a gjojnë mjek këto? Tash bërej që domethënë infrastruktura e ka bo atë vetën edhe nëse smu dikush nuk e kanë shumë problem. Më herët e kanë pas problem se infrastruktura rrugore ka qenë shumë e dëmtuar, madje s'ka pas fare infrastrukturë, edhe për me shku të në Ferizaj nashta ju ka dosh një orë, kanë pritu. Burre grut Jezersit e kishin një djalë. Ju smuhet domethënë djali e çoi një herë te doktori, po tani nuk boni më mirë, djali vazhdoi ke prap me çfarë. Gripi sa ne gruaja ju tek burri do t'i njëri, tha, është pra thani hoq do ofër, tha, ta qëjmë të një hoq, ta se këtu njerë dhe baba, në maj qështë mi të hoqja, mi ju frim. Mirë, bëllë e morën djalin shkun të hoqja, kur shkun të hoqja, kjo zoja e more që t'im prend djalin, hoqja po i fryke. Po ka i fryke hoqja, ke shkone bukur shumë, po shkojnë të allazat, burri shkone, Jezersit, gjelos, tha ga hoq, tha, qërë tha, fri djalin, tha se grusi frione. Bas, inderum edhe ti shumë anekdota kështu që so merresh me këtë film. Realisht Unë ashta nuk ma kopi mirë. Unë që kur kam qenë i vogël e kam dosht anekdotën, qatë shpak sa më karo me nejtë në përroda dhe me shërbytë me thonë me bon hizmet. Fillimisht e kum dosh për humorin, po njëkohësisht më kanë nxitë edhe mënyra se çuç bisedoshin me mesele udhëtar, madje kur s'doshin me marr vesh të tjerët. Një element, njëri ndër elemente pse ne kemi të pasur kogja shumë këtë gjini letrare, është edhe se kemi qenë të pushtuam dhe është dosh kanë herë mos me marr vesh edhe pushtuesi me fol përmes meseles. Pastaj me kalimin e kohës, shok me shumë të mirë, dashamirë të kësaj trashëgimie, sukur e kanë vrejt pasionin tem për anekdotën, më kanë inkuraju, më kanë nxit, më kanë motivu që unë të merrem me këtë punë, edhe i falenderoj shumë sepse realisht më kanë ndryshuar jetën. Njëkohësisht mendoj se po e hedh edhe unë një gur vogël këtë kalaç që e kemi. Tani diku ka 6-7 vite që jo marr domethënë me i mbledh, pastaj është dashur mas i kam mbledh me i përzgjedh dhe me bashkëpunim me 2 recenzantët edhe me redaktorë e librit, kam marrë tek botimi i librit, që fatmirësisht brenda 5 viteve ka arrit me u ribotu 5 herë nga 500 ekzemplar. Tash po e bëj këto publike që jam në përgatitje sipër edhe të botimit të vëllimit të dytë, domethënë libri i dytë dhe të ribotimit të vëllimit të parë për herën e 6. Krejt kjo fal që domethënë po pëlqet jashtëzakonisht shumë. Domethënë pi dojnë rinia dhe dojnë rinia dhe është e mira që i dojnë domethënë edhe të rit, edhe të vjetrit, edhe femrat, edhe mashkuj, domethënë edhe profesione të ndryshme, pa dallim. Ky është një element që trashëgimia ju nuk do vdes kurrë. Edhe përveç tjera, domethënë përveç që kanë këto petkun humoristike, kanë edhe porosin anekdotat, e tha mirë profesor Esmoni që kanë ky humori është kogja relaksim, sepse jeta dinamika po na shkakton kogja shumë lodhje shqetësim sen, që po kena nevojë domethënë për këtë humor. Unë po ta bëj dhe një pyetje, tash ti pëlqejnë shumë vende për një jetë më të mirë në Gjermani, në Zvicër, a mendon që ma mirë me doli jashtë apo me nejt këtu në vend tonë? Unë menoj që domethënë jo i kthehem, po kam edhe anekdot për këtë. Unë menoj që urtakët tonë kanë qenë jashtëzakonisht mëshëm dhe nëse s'kanë qenë të shkolluar, e ka thonë bukur para 100 vjetëve që guri rën peshon vendvitin. Unë menoj që në Kosovë nuk ka papunësi, ka papunëtor, nuk krahasohemi gdemila, për ata që s'u gjojnë vetën, sepse ka fusha të ndryshme ku njerëzit do të thonë mund të punu dhe me përparu dhe me kontribu edhe për veten edhe për këtë vend. Nuk krahasohemi ne para lufte, sepse para lufte ka qenë këtë një diçka tjetër, kanë qenë rrethona tjera që çdo janë detyruar domethënë shqiptarët për shkak të pushtetit të tashëm me migru. Tash nuk kanë asnjë arsye. Kosova e ka një klimë të jashtëzakonshme, e ka një territor të shkëlqyshëm, domethënë ku nuk kanë asnjë arsye domethënë me shku diku tjetër me dhënë një kontribut edhe me lënë vendin keq.
Të gjithë ata që mendojnë që shkojnë përkohësisht, mas mirë të deklamon një anekdot, ma tregon një mik imi në emigrum atje në Amerikë, tha dhe sa punën me një Meksikan, tha në bisede si për mas një kohë, tha po i tregojën atin, çfarë gjendën familjare se kam prej nga vi, edhe ai gjithashtu. Edhe pi thon tha që kam gruan në Kosovë, kam shtëpinë, kam moborin, kam tokë, ku marr këtu me punu pak për standard me ndrej shtëpinë me rregullu, edhe sa ta blej një traktor, edhe kthej në Kosovë kam me punu tokën edhe jetoj shumë mirë aty. Ta nuk mbani zon hiç. Kur u kthym prej pune për në shtëpi, në një urë të madhe aty, tha e nali makinën, tha po më thot, apo vjen veç pak dolën për jashtë, tha dola, tha kur dolëm tha poshtë atje, ishin tha varreza. Tha veç të ishte me të kallëzu që tonë që ata shkanë qëto varreza për ka një traktor kanë. Edhe këtu kanë. Unë jam vetëm një diçka, unë jam djallë mërgjimtari, baba imi ndjerë ka qenë për 30 vite në kam një konsiderat të jeshtë zakonshme për mërgjimtarët tonë kudo që janë, madje kam një nostalgji hoxha shumë kur flas për ta, sidomos gjatë sezonës verës edhe gjatë sezonës dimrit, sepse i kujtoj trenin që e kam prit edhe kam përcjell babën tim ndjer aty. Pa diskutim se do t'ju referohem që mos ma marrin për keq dy fjalë të dy profesorë të nderuar. I nderuar profesor doktor Nusret Llana thot pas dëshmorëve të Kombit mërgjimtarët duhet të mërkullemi. Kurse profesor Salih Zogjani, ndërsi shuar anekdotave thot, e njëri për librave që ja ka dedikuar mërgjimtarëve thot, duja një ateu se e duan mërgjimtarët. Po porosia e mëhershme ishte që ta duam tani këtë vend sepse nuk kemi ato rrethonat e mëhershme. Kosova ka në të gjitha drejtimet resurse me na dhënë një jetë më të mirë. Edhe një pyetje të fundit, a mendon që kanë me gjetë më mirë në Kosovë? Se më mirë, a mendon që kanë me gjetë absolutisht jam më mirë se Kosovën? Për shumën, për shumicën, sepse gjithmonë do ta marr në postër shumicën, prandaj bën edhe këto indekset. Për shumicën e atyre që kanë shkuar, unë ku punoj më jep mundësinë me e pa që kem plot raste që kanë shkuar kanë nejt 5-6 muaj, një vjet edhe kthi prapë. Unë mendoj që domethënë pjesa dërmuese nuk do ta gjejnë domethënë këtë qetësinë shpirtërore, edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin kulturor, në asnjë aspekt. Edhe kthehen po thu. Absolutisht. Kudo që shkojnë të huj do të jenë. Po kthehen. Edhe ka edhe raste plot që mu vjen keq për ata që kanë pas përvojë jo të mirë dhe janë kthy, po më vjen mirë sepse ata do të jenë model dhe frymëzim për të tjerët mos me marr atë rrugë. Ti si një pejazër si ta e ki përfund edhe diçka? Unë e kam përfund, domethënë e para punës është kënaqësi sa herë kur vjen këto tek dajt. Është edhe një nostalgji sepse djali kogja në bosh i vjetër, edhe po bëhet gati. E nuk se peshe që jo shumë qef, tha ku po shkon, tha ti njeri, tha po shkoj aty, tha ku bëhet plak i ri. A marrë më njeri, tha me më kallëzu koshta i vet, tha të dajt. Tha se sa herë marr rrugën për të dajt, më kujtuhet koha, tha kur e marrsha rrugën me nëmë në shku të dajt. Prandaj është një kënaqësi dhe është një emocion krejtësisht i veçantë kur je aty ku ka marrë hapat e parë nana. E që shpënjesh? Si jashtëzakonisht mirë. Ka përparu ka të shumë, ka të pjesën e turistëve. Një jashtëzakonisht mirë, me të drejtën edhe në këtë rast du mi shfrytzu rastin me i falenderu edhe dajt në prelez që i kam atje, në përgjithësi, në veçanti dajt këtu një zerc, sepse asnjëherë nuk më kanë pritur nyshe poshtë si nipin në daj. Do më thotë gjithë kanë pritur mirë. Absolutisht. Si porosi gjeneratave të reja të punojnë shumë për këmbë atë, të shkruajnë sa më shumë sepse nëse nuk shkruajmë sepse veç ka shkruar ruan. Nëse nuk shkruajmë edhe gjonat e vërteta shndrohen pralla. Se tash më lindi edhe një pyetje tjetër se apo mendon që po shkruajmë, po lexojmë mjaftueshëm na? Unë jam optimist në këtë drejtim, domethënë që tu nis prej rrjetit të ngushtë të familjar timin ku e kam. E më tutje, unë mendoj që domethënë gjeneratat e reja janë jashtëzakonisht të kujdesshëm në këtë drejtim. E kanë ndryshuar. Pa diskutim nuk du të referohemi viteve pas luftës sepse janë disa arsye pse ka qenë një eufori krejt ndryshe. Tash kohën e fundit sikur është kthy. Kjo dhe unë mendoj që unë jam optimist që gjeneratat e reja i kemi jashtëzakonisht të mirë. Madje popujt i morin po lakmi. Domethënë janë të kënaqur, janë të bukur, janë të zot. Kudo që shkojnë domethënë gjeneratat e reja, shi sportista domethënë. Janë ambasador më të mirë. Shpresoj që fjalët e tua shkojnë peshën e dur. Dhe të falenderojnë as shumë. Edhe sa më shumë suksese. Faleminderit shumë.